Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshorës. Do bëjmë një mesazh për ju. Lisi të dashur, unë kur e shikoj këtë letër mendoj gjithmonë një njeri sikur më lejon, ta them ashtu, të mbështetem tek ai apo ajo. Tani, është dhe me atë sa njoh peshorët jeni shtylla që mban gjërat në vend. Por tani është pyetja. Kush po ju mban juve? Të dashur, Lisi është simboli i forcës, së heshtur, i qëndrueshmërisë dhe i rrënjëve të thella që nuk lëkunden nga erat. Dhe kjo pasqyron në fakt juve. Kjo letë tregon se ti je një njeri që të tjerët mbështeten tek ty, sepse jeni të qëndrueshëm, mendon me thellësi dhe ke një prani që të sjell qetësi. Por gjithashtu të dashur peshor, nuk duhet harruar apo kujdesesh edhe për veten tënde? Po ju, ku po mbështeteni? A jeni duke ndërtuar themelet e tua të mbrëmshme, jo vetëm për të mbështetur të tjerët, por për të jetuar edhe ti në paqe, për të ndjerë dhe ju të mbrojtur dhe të mbështetur. Nëse jeta ndjehet si një ngarkesë, është koha të krijosh balancë. Kjo është mesazhi i letrës suaj. Lejoje veten të pushosh pa ndier faj, vendos kufi, sot nuk të mbështes dot, apo nuk kam mundësi. Duhet për veten ndihme. Pra, apo të ndjesh faj, mos jep nga energjia jote nëse nuk ke çfarë të japësh. Do thot, duhet të japim atëherë kur kemi me teprisë të dashur. Shumica nga ne bëjmë gjëra që nuk lëm energji për veten tonë, duke dashur të na pranojnë, të na duan më shumë, të mos i humbasim, të mos i fyejmë, të mos i zgënjejmë. Pra, kjo letër të inkurajon të ndërtosh diçka që zgjat, qoftë një lidhje, një projekt, një mënyrë të re jetese, mos bëj asgjë me ngut, bëje me rrënje, bëje që të mbetet. Pra, mendohu, bëje ashtu siç je. Qëndrueshmëria jote është dhuratë për botën, të dashur peshor, por mos harro, edhe ti meriton të ndihesh e mbrojtur, e qetë dhe mbështetur. Mos harro veten teksa je duke mbështetur të tjerët. Kjo është ajo, të japim atëherë kur kemi mundësi të japim, jo nga energjia që duhet ngelet për ne.